Në këto ditë të nxehta vere me vatra të shtuara zjarre, strukturat e emergjencave civile në Gjirokastër janë në gatishmëri në mbështetje të banorëve. Përgjatë fundit të muajit korrik edhe ditëve të para të gushtit, është ndërhyrë përshuarjen e disa zjarreve masive në Pyje, Kullota, të cilat rrezikonin qendrat e banuara. Zjarre të tillë janë regjistruar në rrethinat e qytetit, zonat e Odries, Antigones e të tjerë. Ndërhyrja në kohë e shërbimit zjarfikës të mbështetur nga vullnetarë dhe banorë ka parandaluar rrezikun e zjarreve për jetën e banorëve dhe pasurinë materiale të tyre. Angazhuar të gjitha strukturat në varësi të Bashkisë Gjirokastër, po edhe strukturat të tjera që përfshihen në këtë plan operacional, sikurse janë forcat e armatosura, si dhe strukturat të tjera ndihmëse në rastin e fikjes së zjarreve. Gjatë kësaj periudhe kemi patur rreth 6 ose 7 raste të zjarrvënieve, kryesisht në zonat malore në Pyje dhe Kullota, dhe janë përballuar me sukses. Rasti i fundit ka qenë një zjarr i cili ka rënë natën e ditës shtunë duke u nxjerrë diela midis fshatrave Andon Poçi dhe Umkuq. Ishte një vatër e madhe zjarri me një front rreth 3-4 kilometra që rrezikonte të dyja këto fshatra në njësinë administrative të Odries. Edhe ky rast është ezauruar. Ne kemi bërë apel, vazhdimisht kemi bërë organizuar dhe takime me të gjitha aktorët, me administratorët, kryetarët e fshatrave dhe fermerët që operojnë, që janë duke kullotur në zonat malore, për t'i sensibilizuar ata për mbrojtjen e këtyre hapësirave në mënyrë që sezoni të kalojë me sa më pak raste të tilla. Përgjatë gjithë periudhës së verës, strukturat e emergjencave në Gjirokastër do të jenë në gatishmëri, ndërsa apelojnë për parandalimin e zjarreve në Pyje, Kullota.